Zakonisht në një tenxhere pak më të madhe dhe më të thellë, do të shtoj një lugë gjelle me gjalp. Ju mund të përdorni margarinë ose vaj, ajo mbetet gjithmonë shija e juaj. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani tek gjalpi i shkrir do të shtojmë një qep të bërë në rinde imët, unë e bluaj zakonisht në blender. Tani vazhdojmë dhe shtojmë mishin e bluar. Në total, unë po përdor 600 gram mish të bluar. Pasi e shtojmë mishin, vazhdojmë tani i skuqim në zjarr mesatar për disa minuta derisa të fërgohen mirë. Pasi mishin është fërguar, tani vazhdojmë që brenda të shtojmë produktet e tjera. Në recetën e lazanjës, zakonisht unë shtoj domate të konzervuara, por domatet nuk i lë kështu si janë të tëra, me një pirun vazhdojmë dhe i shtypim. Të parat i shtojmë domatet e konzervuara të coptuara. Në total do të përdorim 400 gram. Tani shtojmë edhe 400 gram salcë napolitana. Përzihem mirë tani, që gjitha këto produkte tani të përzihen dhe të bëhen bashkë. Vazhdojmë e kryposim, shtojmë një lugë të mesme me kryp, si dhe një lugë qilës me piper të kuq. Përzijim edhe një herë dhe lejojmë në zjarr të ulët të qëndroj salca që të troshet vetëm pak, nuk e troshim shumë. Mos të harrojmë pa i shtuar edhe pak origan ose origano. Tani largojmë salcën e kuqe anësh dhe vazhdojmë e përgatisim beshamel salcën. Me përgatitjen e salcës beshamel. Përsëri në një tenxhere do të shtojmë gjalp. Unë po përdor gjalp, ju mund përdorni gjithçka sipas shijeve të juaja. Unë në total po përdor 75 gram gjalp. Presim në zjarr mesatar derisa gjalpi të na shkrihet tërësisht. Tani tek gjalpi i shkrir vazhdojmë dhe e shtojmë miellin. Në total po përdor 3 lugë gjelle me miell. E skuqim miellin vetëm për 2-3 minuta, mos e skuqni shumë që ta ndryshon ngjyrën, thjesht sa të vreni që po ndryshohet aroma dhe po fillon të merr një aromë më të mirë, atëherë vazhdojmë dhe e shtojmë qumshtin. E skuqim miellin, vazhdojmë dhe e shtojmë qumshtin. Qumësht në total do të përdorim 800 ml. Duke përzier, pa ndërprer, e ziem derisa të fillojë të na trashet beshamel salca, por i lutem bëni kujdes. Gjithmonë kur përgatitni lasagna, mos e trashni shumë beshamel salcën, le të mbetet më e hodhë. Kështu ndihmon që petat e lasanjës të zihen më mirë dhe salca të trashet gjatë pjekjes. E sijem derisa beshamel salca të fillon të trashet kështu, por siç ju thash në fillim, mos e trashni shumë. Këtu vazhdojmë dhe shtojmë një lugë të vogël me kryp, pak piper të zi, përzijim edhe një herë dhe tani më e kemi edhe beshamel salcën gati, vazhdojmë me renditjen e lasanjës në tepsi. Dhe tani marrim një tepsi më të madhe dhe më të thellë ku do ta zijim lasanjën. Por fillimisht poshtë tepsisë do të shtojmë pak nga salca beshamel. Shtojmë pak edhe nga salca e kuqe dhe me ndihmën e një luge përzijim dhe i përhapim. Tani vazhdojmë dhe rendisim petat e lasanjave. Unë nuk i zijej asnjëherë paraprakisht, gjithmonë i përgatis në këtë mënyrë. Dhe gjithmonë lasagna më del perfekte. I sugjeroj që ta provoni edhe ju ta gatuani në këtë mënyrë, sepse jam e sigurt se nuk do t'ju dështoj asnjëherë. Tani vazhdojmë të shtojmë brenda salcë beshamel një herë. E përhapim me lugë mbi tërë petat e lasanjës. Shtojmë beshamel atë sa ka nevojë derisa të na lagen gjitha petat e lasanjave. Vazhdojmë tani shtojmë nga salca me mish. E përhapim edhe salcën e kuqe me lugë
mbi tërë sipërfaqen e lazanjave. Dhe gjithmonë ndërmjet të rindave shtoj nga pak kashkavall. Nuk shtoj shumë, por pak thjesht që pasi që të piqen, kashkavalli shkrihet dhe ndahen më mirë. Vazhdojmë me rendin e dytë me lazanja dhe siç bëm me rendin e parë, ashtu vazhdojmë i rendisim tani edhe në rendin e dytë. Vazhdojmë beshamel salcë. Përsëri e përhapim mbi tërë sipërfaqen e lazanjes, që të kemi mish në gjitha pitet. Kashkavall në rinde dhe po e shtoj rendin e tretë me lazanja. Dhe tani me ndihmën e lugës përsëri e përhapim tërë beshamel salcën mbi tërë sipërfaqen e lazanjes. Lazanja është shumë e lehtë për ta përgatitur dhe me të vërtetë kur e gatuani me këtë recetë ka një shije jashtëzakonisht e mirë, një tepsi e madhe e mjaftueshme dikun për 8 persona. Vazhdojmë tani sipër, ta mbulojmë me kashkavall të bërë në rinde. Kashkavall mund të shtoni gjithmonë sipas shijeve të juaja, prandaj nuk t'ju tregova masat e sakta të kashkavallit që unë i përdora. Mund të shtoni aq sa keni ju dëshirë. Dhe tani vazhdojmë në pjekje. Fura është e para ngrohur në 220 gradë, e vendosim tani lazanjën në mes të furës dhe e pjekim dikon afërsisht 25 deri në 30 minuta. Dhe të dashur miq, në këto momente lazanja është gati. Gjithçka që duhet të bëjmë është që të presim dikon afërsisht 10 minuta që të ftofet pak. Ta prim copëza më të vogla dhe ta shërbejmë për një iftar me plot shije. Dhe në këto momente më besoni, aroma në shtëpinë time është mrekullueshme.